Mos rrezikoni kot, miq të dashur, sepse rastet e tilla zbulohen herë do kurdo. Unë nuk e di natyrisht nëse është përfshirë edhe ndonjë shqiptar në këto gjëra, por ta dini që disa afera dhe dyshime për korrupsion janë paraqitur në disa vende në Gjermani tek autoritetet për të huaj apo dhe për shërbime të tjera. Rasti i fundit është ai i sotëm, i dyshimit për rishfet dhe korrupsion në zyrën për të huajt në Bielefeld, për të cilin njoftoi të gjitha mediat, ku duket se numri i rasteve të dyshuara për rishfet dhe korrupsion është më i madh se sa që është menduar fillimisht. Zyra e prokurorit për krime ekonomike ka kumtuar në Bielefeld sot se ajo mendonte se në këto vepra penale janë përfshirë 15 raste, por hetimet e fundit tregojnë se ka edhe 11 raste të tjera të dyshuara, e ku diun nëse do të ketë të tjera. Sidoqoftë, dyshohet se autoritetet e atjeshme për të huajt kanë marrë para për lëshimin e lejeve të qëndrimit me afat pa kufizim në Gjermani. Sipas hetimeve të fundit, ka edhe raste të lëshimit me para të lejeve të punës. Deri tani janë nisur procedurat ndaj 4 personave të dyshuar, 2 punonjës të qytetit, 1 përkthyes dhe 1 person që dyshohet se ka marrë lejen e qëndrimit, pra thjesht personi edhe që ka dhënë rishfet, por deri tani nuk ka emra. Tani po hetohet pra edhe nëse ka ekzistuar ndonjë rrjet për këto vepra penale, por siç e thash, deri tani nuk ka hollësi. Dyshohet se në këtë qytet janë lëshuar pra leje qëndrimi dhe se për këtë janë marrë para dhe është dhënë rishfet. Të gjitha dyshimet tani po verifikohen nga prokuroria dhe policia dhe mund të ketë edhe emra, por tani për tani nuk ka. Në Bielefeld ka dyshime pra serioze për rishfet e korrupsion dhe të paktën 2 punonjës janë pushuar nga puna, siç thuhet deri tani. Këto afera janë zbuluar nga vetë autoritetet e qytetit, të cilat plot 1 vit kanë hetuar, ndërsa tani e kanë përfshirë edhe prokurorinë dhe policinë, që do të thotë se dikush prej tyre mund të përfundojë eventualisht edhe pas grilave, nëse vepra është më e rëndë se sa që thuhet deri tani. Sidoqoftë, do të ishte mirë që të keni kujdes dhe të mos përfshiheni në gjëra të tilla, sepse vërtet ato herë do kurdo edhe mund të dalin në shesh. Unë me siguri që do të përcjell me vëmendje këtë rast si dhe rastet e tjera të mëparshme, e ju e dini që ka pasur edhe raste të dyshimeve, madje edhe të veprave për blerjen e testeve të gjuhës, për rastet e tjera, por do t'i shikojmë me vëmendje të gjitha këto dhe ju njoftoj në ditët në vim, kuptohet në qoftë se ka diçka më rëndësi. Faleminderit dhe mirëpafshim.